akuzohet për sulme kundra familje shqiptare, duke përfshirë edhe futjen e ideologjive të kultit të zionizmit, si Rama gjithë si nga lutë, quen si të sira dhe nga Turci, arsua vetë sa përdal tu është për flitë e mirë. Si puna im dhe gjithë njerëz që janë tu kanë dalë protest për familjarët e vetë dhe për përmesu kushtet ekonomike. Unë vjen nga i qytet që fatkes gjithë është viktima pare këtij sistemi. Nga Turci, qytet 3000 vjeçar, që kush është më i madh se ne, mosh, prezi prindëve tonë, mamen që ka qenë në me pisha. Qa ka nëllë? Dërto kriter pra kriter dhe sot ka zaftu çdo centimetër katror plazhit publik. Edhe kushto që do me shku në plazh do paguaj 7.000 lekë sa sot, ku një pronë private plazhi. Çdo vend botës është plazhi privat, po 10%, jo 9%. Tu po çdo gjë private, çdo vend, çdo pyll, çdo kamion është po pronë private. Si shumë nga ju ka probleme shëndetësore, familjare, çdo familjare jon, nesër do ikin Itali për çuçurit tim 2 vjeç. Për të t'i dhënë kurat, se kjo shtet nuk ka kushte, kjo shtet nuk të e pasi gjo. Edhe për që, se të duhet me vjellë, mund të parlamenti me avel fabet, të 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 një shka këti të ullatë bëllët, që të në popor dhe propagandë. Nga është të ullatë bëllët, tini nga ju është të ullatë bëllët. Tali prashdi është, po, shumë bukur, ato 15 vota që mori një prash, i ka vonë panorve t'i prashdi, një pjesë i fshati, i ka zonë purim në ujtë. E ka rëthume, vla. Qa e qëme, kur, në to purim në ujtë pe gangjela. Ka dhe me shumë, i tem në kuj ministrit, mu nuk për fajson kime, vla. Nuk më thush gjot jam i edhe, Iraken, Iranian, grek. Kjo s'ka të beho, e njerës. Jam agent grek, Iranian, s'ka të beho të dosh. Jam në gjirët. Jam agent. Jo, nuk jam agent, jam një person i irritum. Sepse të të punoj në mjetit e intaj, si legenda të fali për fjallojnë, me pagull faturat, me fut tine të me një quo arrogantët, për dalin të to kryetar bashkije, to në kryetar për të dalin me prona pa fund. Dhe i kam të një shka qim aty që du me fol. Shto kushe që një me fol, për të shasi pasër, se problemet i tim gjithë e këtu. Pa për ashtim, kushto të qonë pjetë që vete pasur për titër, që të mjëllë muajnë e vla. I sajnë të bjene i lejme dalë spital. Kështu që njerëz, tini rezistoni për vetë të i rëzparë, për brendin që të vijë. Jo më tyne, post me isha, post rama, bujë gjithë parlamenti, se s'do një pura ty. Respektu për gjithë njerëzit të dhe botrat. Faleminderit. Mirëmbrëma shqiptar! Sa të bukur dukeni! Edhe ju që rini në për shpia, në për kafe, dilni, protestoni, Rama dhe pushteti s'ka që t'ju boj, ata janë të paruar, ata s'din ku do përfundojnë. Jam një studenti në ndetës, që në të këtisi rupe, që në lanë rupe, në mashtruan, dhe vendosën bitë e tyre, që janë më të qitë se ta e të një tyre. Rama bur Berisha në bur. Rama bur Berisha në bur. Shkrire parlamentit, të reqe kryeministrit dhe kryetarit të opozitës. Rofshit dhe vazhdoni, mosu shpëtani, vetëm me ngull të largohen taj duta. Dhe vin nga Amerika, pile kam sjellë ca Amerikanë që janë me mu, në protest, edhe me thanë, vazhdoni, luftoni, ju dua fort, Rama bur Berisha bur. Dua vëmendje maksimale për të dhënë një mesazh shumë të rëndësishëm. Dua t'jap një mesazh shumë të rëndësishëm për shqiptarët
dhe sidomos për shqiptarët në Kosovë, shqiptarët në Ilirit, shqiptarët në Lugina dhe në Malsi, se ne që jemi këtu ju duam shumë. Ne nuk e mohojmë kontributin tuaj në luftë, edhe kur juve ju instrumentalizojnë kundër nesh. Për ne prap jeni herojnë të asaj periudhe. Po nxisim për çarje, por ne ju kthehemi vetëm me quan e dashurisë vllazërore. Kështu që i bëj thirrje të gjithëve të shtunën në datë 27 qershor kemi protestën e radhës kombëtare. Që i ftojmë shqiptarët nga të gjitha qytetet të bashkohen në mënyrë masive për të treguar forcën e popullit shqiptar. Mos harroni se kur Shqipëria administrative është mirë, është më mirë edhe Kosova, është më mirë dhe Ilirita. Se ne nuk jemi këtu për ta dëmtuar shtetin shqiptar. Ne jemi këtu për ta bërë të shtet më të mirë për të gjithë shqiptarët, si në Shqipërinë administrative dhe kudo që janë në troje dhe në diasporë. Edhe njëherë mos harroni dhe shpërndajni sa më shumë. Data 27 qershor është protestë kombëtare për t'ju thënë këtyre se ju erdhi fundi. Ramapur, Berishambur, të gjithë ndjekësit e tyre politik që kanë vendosur, kanë ngritur dorën për ligje që kanë dëmtuar Shqipërinë në burg mbas tyre. Sot kam dalë para jush të flas për rastin e tyre pushtetarëve, sepse përveç linçimeve që kanë bërë të gjallëve, Taulant Balla, si e gaj? Taulant Balla dje kanë nxjerrë një listë duke i quajtur luftëtarët e dej nga Shqipëria që kanë shkuar të japin kontributin edhe jetën e tyre për troje shqiptare, kanë nxjerrë një listë duke i quajtur mercenar edhe dëshmorët e Atdheut. Ky është një turp i madh. Po t'ishte Taulant Balla një shqiptar i vërtet, do të kërkonte falje, besa nuk do të dilte më kurrë në televizione dhe në vendet publike. A mund të quhet mercenar një hero kombëtar i mbar trojeve shqiptare si Tahir Mal Sinani, një njeri që zemra e shqiptarit çohet pesh sa herë që i përdoret emri? Emrat e dëshmorëve janë lavdia e kombit tonë, janë deri, janë krenaria, janë digniteti i çdo shqiptari. Taulant Balla, që i shërben rrumballës më të madh Edi Rama dhe gjithë kazani i tyre i mbeturinave pushtetare, kanë filluar linçimet dhe me linçimet e tyre kanë treguar poshtërsitë e veta. Ne, të gjithë ne, që kemi marrë pjesë në luftën e shtishrimtare të Kosovës, i kemi dhënë shpirtin Atdheut dhe nuk mundet Taulant Balla me shok të na bëjë biografi.